Përshëndetje! Kemi ardhur tek IKEA sepse duam të blejmë, Hema të lutem. Duam të bëjmë, nëse keni nëse keni parë për Instagram dhe rrjetet sociale, ato që bëhen për duart ose këmbët e bebit, për shembull ja fusni me një boj dhe pastaj i veni tek një letër e bardhë. Po mami, i vendosni tek një letër e bardhë. Edhe e keni kujtim për vitin tjetër, si do rriten këmbët ose duart. Ne duam t'ja bëjmë Hemës me këmbët. E kam parë një gjë shumë bukur në Instagram, që t'jes me bojë të zezë. Dhe dua një, të treve pa Geri? Dua një kësi, e dua një kadër si ky. Sepse do bëj edhe me fjongut kuqe Christmas, dhe këmbët do jenë me të zezë. Shikoni pak. Po, Hema! Po, Hema do t'ju thuj përshëndetje. Edhe po marrim këtë, më pëlqen. Salsicë Julien. But this one is big. It's big? For the thing. It doesn't fit the thing. No, I mean like this is A4. Est-ce que c'est écrit A4? Të shohim se na duhet A4. 21 me 30 është kjo. Sa është ajo? It's the same. No, this is a bit smaller. It's 21.30. It's the same. Smaller than. Sérieux, tu vois pas en haut? Regarde en haut. It's true. C'est bizarre. Po shikojmë pak për masat se po na duke shumë çuditshme, por prisni një sekond dhe do ju tregoj se cilën do marr. Marr këto letrat që janë tamam për pikturë. Marrim gjithashtu këtë kadrin që është ngjyrë floriri. Besoj jemi super. Ka shumë lloje ndryshme në fakt, por unë me të vërtetë doja ngjyrë floriri që ta bëj me fjongot kuqe dhe me këmbët e zeza. Domethënë ngjyrën e zezë. Wonders of life got the prettiest side for everyone. Shikoni pak sa bukur na doli kjo korniza, si u thash. Kemi bërë këto dy këmbët me zia bëm, se ishte e lodhë dhe po e zinte gjumi. Edhe këtë fjongën e marrim në IKEA, dhe këtu kemi shkruar Christmas 2025 o Hema, dhe të duam shumë mami dhe babi. Është shumë e bukur, mendoj që është një ide shumë e bukur, edhe pse këmbët me zia vendosën këtu. Kishte frikë në fakt, por që është shumë e bukur. Tu kemi gjithë dhuratat e Krishtlindjes që duhet t'i organizojmë dhe t'i paketojmë, por do fillojmë me disa sot e me disa tjera nesër. Edhe këto janë dhuratat vogla. Se keni idenë se shumë, domethënë ky roboti është super, sepse e ndjej me të vërtet lehtësinë në punë. Kam mbaruar këtu kuzhinën. I futa edhe një që kisha për t'larë, se të nxjerët i laj me dorë, s'kisha edhe vend t'i vendosë. I vendosë në herë edhe në makinë, t'ju them vetëm, por s'kisha më vend. Dhe rregullova divanin dhe e lejmë robotin aty që të pastroj dhe ne vazhdojmë jetën tonë. T'ju tregoj pak se çfarë mora tek IKEA. Mora këto çantat që janë për në frigorifer, i përdori goxha shumë, e dini juve. Ishin dy me për masat ndryshme dhe shumë mirë. Tani me janarin fillojmë punën edhe vazhdojmë me jetën aktive, sepse këto ditë të muaj kam qenë në shtëpi dhe kam gatuar pak çdo ditë. Por që në janar na duhet të bëjmë meal prep edhe të vazhdojmë sikur më përpara. Nëse s'do ta mendoj se s'do të bie në depresion akoma pa kaluar festat, marrëm këto fatoretat që janë kështu me motive festive. Mora këtë që do e bëjmë nesër, gingerbread. Kishte kështu, por kishte edhe ginger kështu në formë peme, por morëm këtë se gingerbread house është më tradicionale. Ç'a morëm tjetër po? Morëm këto që i hapa, këtë ja vendosa Hemës dhe këto tjera do i përdorim për dhurata që do i filloj t'i paketoj pak disa sot që t'i heqim mos i lë gjitha nesër. Dhe morëm këto qirinjt. Kanë shumë aromë të mirë, i marrim këto çdo ditë tek IKEA. Këtë që ju a tregova me letra për vizatim. Dhe morëm këtë lëngun që është me moll dhe me këto të vogla, si thuhet këto. Nuk e di se si thuhet shqip. Por që këto janë. Dhe është pa alkohol, normal se nuk pi alkohol. Po mendoja u bën 2 vite që nuk kam pirë verë, se mos për Krishtlindje dhe ndihmë e pija në gotë verë të kuqe kështu ndarë ndonjëherë. Por që vjeti isha shtatëzan, tani jam mami gjithënëse dhe akoma nuk kam pirë alkohol. Ju do thoni po mund ta pish dora se tani pinohem më rrallë dhe duhet përse 4 orë diku, mund t'japësh biberon.
jam në shtëpi dhe imagjinoni nuk don biberonin, se nuk është se e ka kështu automatik biberonin, don pak duhet që të mos jem unë aty, që nuk kam pirë dhe nuk do pi derisa ta ushqej, të mbarojmë derisa ohema të mos pi më gji. Por që kjo është një temë tjetër, se shpesha me pyetjen deri kur do ta ushqesh ohemën. Mendoj që do ushqej derisa ajo të jesë gati dhe unë të jem gati që ta ndalojmë, por që para një vit jo njëherë, dhe vjen një vit e gjysmë ndoshta, se di, ndoshta shkon edhe më shumë, nuk e di, por që më thoni këtu nëse keni eksperjenca dhe deri kur I keni ushqyer fëmijët, se përveç ushqyerjes gjithënjë është edhe një lidhje shumë e fortë, I jep fëmijës gjithë mbrojtjen, fëmia ndihet I mbrojtur, I afër nënës, është ajo që nuk e di, nuk kam shpjegim. Por që po mbyllim këtë klapën e gjithënjës dhe mora edhe këtë sepse kam një foto të Ohemës aty, që është e vogël dhe na e ka vrur nana e Ohemës nga Shqipëria, por që më shtyll në fakt se më ka rënë tokë tu pastru dhe ja mora një pak a shumë të njëjtën drurit, sikur ajo që ka në ngjyrën e njëjtë që të ndihet prapë sikur është ajo që ka qenë edhe pse s'është, sepse është ty. Fatkeqësisht dhe ja mora t'ja vendos që tani madje edhe ta hedh atë të vjetrën. Kështu ishin gjërat që mora dhe thash tani do bëj një dush dhe do mundohem të vendos dhuratat, të mbështillim dhuratat për nesër, sepse nesër janë nata e Krishtlindjeve, data 24. Well, it's time to let the kids know, yes, it's time to be married, to pick up the pieces of what you call this year. Now we're here. Today is a Sunday reset, and before the end of the year, I really want my house to feel fresh, clean, organized, new, ready for the new year. Between my full-time job, social media, and being a first-time mom, the end of the year has been pretty challenging for me. Balancing motherhood, work, and keeping a house clean, it's been challenging. And I'm somebody who cares a lot about my living space. And for the new year, my goal is to really stop stressing about cleaning. I want solutions that help me keep my house clean without adding more to my mental load. So I've been trying to find ways to make my life easier, how to simplify things. Why not let technology do some of the work for me? That's why I wanted to show you the DJI Romos cleaning robot that I have been using lately. DJI Romos has obstacle avoidance system, so it recognizes objects, avoids cables, and doesn't get tangled. The core technology actually comes from the DJI drones, which means I can just start it and not worry. It cleans every corner, even the hard-to-reach spots under tables, around chairs, and in tight corners. With the baby spending so much time on the floor, having this level of cleanness really gives me peace of mind. I don't have to worry about crumbs, dust, or germs while my little one crawls and plays. It's such a relief to know that the floors are safe and clean, even with all the toys and furniture around. The best part about the DJI Romos is maintenance-free for up to 200 days, so I don't have to think about cleaning. I can just enjoy time with my baby. So my Sunday reset has been so much easier now, especially when you're short on time. This has been a real game changer. If you're interested, I will leave all the details in the description. And thank you DJI for sponsoring this part of this video. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Sabukar, dhurata e Gerit. E një këtë markën është kështu që ka si quhen këto shishet e ujit termusa. Termusa e gjeta fjalën. Mos e vini re gjendjes time sepse bëra punë të shtëpisë dhe Geri me Ohemën po flen gjumë, kështu që më erdhi me postë, kam porositur. Geri është një fan I Arsenalit. Vdes, Arsenali është e gjithë jeta e tij. Kështu që Stanley kishin bërë këto
termusat me Arsenalin. Kanë bërë një kolaboracion së bashku edhe pa që kishte dalë tha, "Ua, shiko ta që ka bërë Arsenali." Thash, "Unë njofta këtë markën, sa se njifte fare, s'kishte idenë." Thash, "Unë për vetë s'kam termus nga kjo marka, kam marrë një kështu që është kopja e kësaj, por që nuk është firma, sepse kushtojnë fakt shtrejt, nëse kjo kushtoj diku 50 euro, edhe nuk ka ide, kështu që ta mbështjellë shpejt sa po flen gjumë ai. Edhe po, ne kemi vendosur për buxhet diku 50 euro secili, kështu që nuk do e kalojmë, se dhurata ne I bëjmë njëri tjetrit gjatë gjithë vitit, edhe menduam 50 euro buxhet. Mendoj që është një ide shumë e mirë të vendosni një buxhet me partnerin. Ai më ka bler këtë, nuk kam hapur, më ka bler këtë dhe kjo është firma ime e preferuar sepse ka kremra, shampo trupi, çka ka tjetër? Parfume trupi që janë natyral. Edhe unë vdes për këtë firmë. Dhe kemi çdo herë më bën dhurata nga kjo firmë. Edhe kur s'kemi asnjë rast, thjesht më blen diçka, një krem, sapun, ku diun, më ka bler këtu dhe nuk e kam hap. Do e hapim sot, po është kështu. Është ky kofreti këtu. Shumë I bukur paketimi. Që këto se ka paketu këtu dhuratat e motrës, Ohemës, ka ngelur dhe të prindërve të Gerit këtu. Kjo është një për Ohemën që e kam bashkëpunim dhe është një dhuratë, kështu që do e hapim sot dhe do e ndërtojmë Ohemës. E kështu, shumë e bukur kjo atmosfera festave. Pasi të bëj këtë mbështjelljen e kësaj, do bëj një dush dhe do rregullohem. Normal, se ku shkruan kështu. Thjesht tash ki parasysh shqiptare, një herë të shpinë ta bëj, edhe buk hangra tani, ora 12 sa hangra mëngjesit. Por që kur shtëpia është e pastër, mendja ime është edhe më e pastër. Po paketoj këtë tani ndërkohë, sa nuk janë zgjuar Geri dhe Ohema dhe do dalim pastaj dhe bëjmë një 2-3 pazare të vogla minutë fundit, se nesër kemi 2-3 pazare të fundit për Krishtlindjet, për ushqimin, për pazare ushqimesh. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. J'ai pas envie de gâcher l'emballage. Mamie! C'est trop bien fait. This is cream. Perfumed body lotion. This is hand cream. Kjo është eau de toilette, parfumé vogël. Like it? I love it. Wish! Bye bye!
surprise opening present. Arsenal. Ooh, it's beautiful. Kjo ishte dhurata ime, ju thash që dia që ishte një set, sepse kjo marka këtë ka, por ka një aromë shumë të mirë dhe është super sugjeroj ta blini për vete. Unë i blej gjithmonë vetes dhe nëse nuk i blej vetë, mi blej në Geri, shumë shpesh i thash, por që kishte një super aromë. Kjo është gel dushi, kjo është kremi për trupin, kremi duarve dhe kjo ishte një parfum kështu i vogël, keni parasysh të parfuma që kanë qenë më përpara, që vendosen pak të dora. Ja, kështu. Vdes për këtë aromën, shumë arome mirë. Kjo ishte dhurata ime. Ndërsa për Ohemën morëm këto kubat, kemi marrë, se super për zhvillimin e fëmijës, me ngjyra të ndryshme, kështu fillon mëson edhe ngjyrat, por që me njëherë se i hapëm, s'donte të shkputej, edhe të shkonte me fletë, të shkonte me fjetë gjumë, se donte të lunte, po i thash mami nesër. Kështu që një ndër to dhuratat ishte kjo, që doja fus këtu, tak, të lodrat, dhe tjetra ishte ky arushi. Vdes për arusha Ohema, më të shkruajnë që ka shumë arusha, ja morëm këta kështu, i pëlqeu, por që më shumë ishte e manitur me këto. Kemi dhe këtë dhuratën këtu, dhe kishte në kohë këto, që se kemi hapur akoma, ja kam tregu. E drita është e keq, tani s'është dark. Ndërsa motra i kishte marrë këto qërapet me Christmas, kështu me Christmas. 3 palë qërape, shumë të lezetshëm. Këtë bardhat, këtë kuqet dhe këto ngjyrë kafe. Dhe gjithashtu një gjë shumë e rëndësishme që Ohema nuk ka, them vetëm nuk ka Ohema kapuça, e kishte marrë 3 palë kapuça, jo 1, po 3. Kështu që jam shumë e lumtur. Shikoni pak sa cute me këto këtu. I rinin shumë mirë dhe nesër do shkojmë në Christmas market dhe do i vendose këto, se është shumë ftoft tani. Dhe kjo këtu shikoni. Mini dhe ky rozi. Dhe ja laj me dorë tani njërin nga këto, cilin do vendos t'ja vesh nesër, varet nga outfiti, që t'ja vesh kur të dalim te Christmas market. Këto ishin dhuratat. Kjo është e Gerit. Kjo është thjesht një markë që ka bërë me vërtet një marketing super të mirë në rrjetet sociale, edhe ka qenë më shumë për femra le të themi, edhe pse s'ka pas edhe meshkuj e kanë përdorur, por për t'i sensibilizuar më shumë meshkujt për ta marrë këtë. Mendoj që kanë bërë edhe Arsenalin. Super marketing mendoj. Smart. Kjo ka qenë e gjithë dita jonë, jam munduar t'i bëj një Christmas vlog edhe ta kem unë kujtim këtu. Ohema u kënaq shumë kur hapëm dhuratat. Lëre më atë outfitin që e kam këtu që është i pisë, se ka ngrënë chicken, hëngrën pule dhe që e kisha gatu për sot. Është kënaqja gjithë ditës, dolëm me motrën. Bëm edhe pazarin sot, kështu që ka qenë një ditë shumë e bukur dhe këto momentet e vogla në fakt janë ato që na mbushin zemrën plot me dashuri dhe uroj dhe juve të keni kaluar Krishtlindje të mbara me njerëzit e zemrës. Më shumë mendoj për juve që ndoshta sot jeni vetëm, ndoshta keni një sëmundje dhe jeni në momente të vështira të jetës. Ju që jeni larg prindërve, larg familjes, ju japni përqafim të madh. Kështu, nesër do e kalojmë Krishtlindjen tek prindrit e Gerit, do shkojmë fillim në Christmas market, kështu ta nisim ditën për bukuri dhe pastaj do ham drekën nga ora 4-5 atje të gjithë bashk. Tani që po flo Ohema, unë dhe Geri do bëjmë këtë ginger breadin që e marrëm gingerbread që e marrëm dje tek IKEA. Për Gerin se u pak të shupa Ohema dhe shkoj t'ja kthente pak gjumin. Shpresoj t'i ke se gjithë gjërat aty. Unë për vete nuk kam bërë asnjëherë gingerbread, por është hera e parë dhe mezi po pres. Nuk e pas ka këto që ngjitet. Po çfarë do ngjesim ne? Wow, do e ham. Po pa puna do e ham, se unë mendova se i ka dhe këto ngjitset. Këtu shpjegon se si ndërtohet, por që nuk kemi ngjitse. Ta pres Geri njerë, po që në ngeli gingerbreadi pa bo. Geri thot s'kemi zgjidhje tjetër, kështu që do i ham kështu, gëzuar Krishtlindjet dhe ne do i ham këto kështu ja. Do ulemi të shohim televizor, do ta shijojmë pak kohën
Do bim herët se nesër pra kemi dhe nesër një ditë shumë gjatë. Do zgjohem se do gatojmë, do sillim do njëri, unë dhe njerëz të tjerë do sillin ushqim te shtëpia e prindërve të Gerit, në mënyrë që mos t'i bjerë në qafë veç mamit Gerit. Unë kam për shembull supën dhe sallatën, dikush ka ëmbëlsirat, kemi dhe lëngjet. Keni parasysh, kështu që nesër do shkoj Geri do shkoj shumë herët atje që të bëj dekorin e tavolinës, të gjitha me radhë. Unë do rri këtu më hemën që të bëj sallatën dhe nga dreka do nisemi. Pra, do të mos zgjuh herët, më saktë. Dhe shikoni që i kam rrathat e zi, sepse këto ditë pushimi e kam egzageruar me gjumin, domethënë bi vonë, se kur jam punën në orën 10 flej, bi vonë, edhe normal që zgjohem herët se zgjohet hema. Ka pas ditë që më ka lënë Geri me flet, që ka qenë në shtëpi dhe merra hemën këtu të sallonit dhe unë flej, por që sot s'ka qenë rasti. Sot ishte e pamundur se kishim gjëra për të bërë. Edhe kështu, nëse të gjigjëm bretin, se që ka edhe thy. Me çaj kjo. Për ju që nuk e keni provu si unë, është me kanell, edhe me, nuk e di si thuhet shqip, plush gjiraf. Janë ato gjërat e vogla që ndonjëherë kur na dhim të dhami e hanim. Kush e din. Nuk di ta shpjegoj më mirë, por shumë e mirë. Na bëf të mirë. Madje dhe të thyme na e ka dhënë Ikea. Mos i blini, që se s'keni ngjitsa, do të thënë ngjitës sheqeri, mos e bëni, ndoshta bëhet vetë, kjo tregon këtu ndoshta si bëhet vetë, por s'kam nerva. Nuk kam nerva. Na bëf të mirë kështu.